Vjojmë një informacion të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik. Bashkë me të edhe ish antare në presidencës së Bosnjës, Željka Zvijanović, njoftimi është dhënë nga Departamenti Thesarit këtë së mërkurë. Përveç tyre nga lista e zez janë hequr dhe antarët e familjes së Dodik, kompanitë e tyre dhe bashkëpunëtorët e ngushtë. Por kjo lëvizje vjen pas dorëheqjes së Dodik nga posti i presidentit të Republikës Srpska pasi Departamenti Amerikan i Thesarit dha sinjale për këtë lëvizje. Përpara Dodik, Shtetet e Bashkuara hoqën nga lista e sanksioneve 4 prej bashkëpunëtorëve të tij. Ky është informacioni i fundit. Shtetet e Bashkuara kanë hequr nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik. Menjëherë pas tërheqjes së tij, Parlamenti i Republikës Serbe të Bosnjës emëroi Ana Trišić Babić si presidente të përkohshme. Një aleate e ngushtë e Dodik do të mbajë detyrën për 1 muaj deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale më 23 nëntor në Republikën Serbe. Parlamenti gjithashtu shfaqizoi një sër ligje separatiste që ishin miratuar gjatë vitit kaluar pasi Dodik ishte paditur për shkelje të vendimeve të përfaqësuesit ndërkombëtar dhe të gjykatës kushtetuese. Një nacionalist pro-rus refuzoi për një kohë të gjatë të largohej nga posti dhe vazhdonte të kryente detyrat dhe të udhëtonte jashtë vendit në cilësinë e presidentit, por Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti vendimin e dorëheqjes së tij, duke thënë se ky është rezultati i përpjekjeve të udhëhequra nga SBA për të zbutur krizën në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania për pengim të zbatimit të marrëveshjes së paqes së Daytonit, e cila i dha fund luftës në Bosnjë në vitin 1990, si dhe nga disa shtete europiane që akuzojnë për rrezikim të paqes dhe stabilitetit në Bosnjë me politikat e tij separatiste.